Kurtit I bien dukshëm numrat për Albulina Agjiun. Propozimi për Albulina Agjiun krye parlamentare në seancën e sotme ka marrë vetëm 54 vota nga deputetët. Nga 57 sa pati marrë deri më tani në seancat e kaluara. 2 nga 3 votat e munguara janë Nezir Kraki, për të cilën njoftoi edhe vetë Glauko Njuca, si dhe Veton Berisha. Kundër votuan 44 deputet dhe 3 abstenime. Kjo ishte tentativa e 6 për zgjedhjen e Albulina Agjiut në krye të kuvendit. Për të hetën herë na mbledh këtu në kuvend dhe sillet me mentalitetin e njëjtë. Por unë dëshiroj të them 3 mesazhe sot nga hulli I kuvendit të Kosovës. E para, demokracia funksionon me shumicë, jo me imponim. E dyta, institucionet janë të popullit, nuk janë të asnjë partie politike të veçantë. Dhe e treta, duhet ta kuptojnë gjithë që koha e sundimit një partijak dhe hemonizmit ka përfundu. Sa më parë që ti kupton, lëvizja vetëvendosje, këto 3 çështje, aq më mirë për vendin, sepse vërtet është e tepërt që të sillemi këtu çdo 2 ditë, duke pritur që t'i thirrin arsyes edhe të propozojnë një kandidat apo një kandidate që merr shumicën e deputetëve të Kosovës. E kemi thënë dhe po e përsëris. Po I takon lëvizjes vetëvendosje me propozu kryetarin e kuvendit, po nuk mundet me I kërku votat me zor. Ky mentalitet I imponimit, ky mentalitet I presionit dhe I nënshtrimit duhet merr fund mo. Vërtet është e tepërt dhe edhe një herë edhe në emrin tim dhe në emrin të Partisë Demokratike të Kosovës shpreh keqardhjen më të madhe në drejtim qytetarëve të Kosovës për këtë situatë dhe për këtë tallje që po e bën me të gjithë lëvizja vetëvendosje si partia që me qëllim po e mund të bllokum kuvendin e Kosovës. Faleminderit. Atëherë faleminderit edhe sot që keni dalë për ta përcjellur vazhdimin e kësaj seance të nderuara media, të nderuar gazetar. Siç edhe pat, pra kemi një përsëritje të seancave të kaluara ku kuvendi dështon apo nuk arrin të konstituojë vetveten. E kjo vjen si rezultat për shkak që një pjesë e deputetëve pra refuzojnë që të votojnë për kandidatin të cilin apo për kandidatën këtë rast zonën Albulina Agjiu, të cilën e kemi propozuar ne si fitues të zgjedhjeve e drejtë kjo e cila pra na garantohet dhe është e përcaktuar në kushtetutë. Konsideroj që një situatë e tillë po vjen për shkak të atyre që nuk po votojnë për, në të njëjtën kohë të njëjtit pra ankohen që ka bllokim të situatës, bllokim të kuvendit, siç e kemi thënë edhe më parë, bllokad do të ishte përçëse ne do të vepranim siç kanë vepruar ata të kaluarën, pra të mos propozojmë fare kandidat në seancë dhe pastaj kjo të zvarritet derisa ne të arrinim marrëveshje politike në situata të tjera për formimin e qeverisë siç ka ndodhur me ata. Pra kur kryetari I kuvendit, posti kryetarit të kuvendit ka qenë pjesë e diskutimeve politike në formimin e qeverisë. Ndërkaq në rastin ton, propozimi I kandidatës për kryetar të kuvendit është bërë në kuadër të konstituimit të kuvendit në mënyrë që t'i hapet rrugë qeverisë. Pra formimi I qeverisë vjen tek më pastaj që mandatari I përcaktuar, pra në këtë rast zotëri Kurti, do t'i ketë 15 ditë për formimin e qeverisë. Siç I dëgjuat edhe të tjerët, pra ka akuza që po kërkohet votohet me zor, përkundrazi ne kemi dëgjuar që deputet individual tashmë kanë shprehur vullnetin që dhe dëshirën e tyre që dalin nga kjo situatë, pra nga opozita po flas, që të votojnë për në mënyrë që të tejkalohet kjo blokadë. Megjithatë, janë qëndrimet politike të subjekteve të tyre, pra që nuk I lejojnë që të ndahen nga grupi parlamentar dhe nga vota uniforme që kanë si grup, derisa I tërë grupit të ndryshojë mendim. Pra nëse veç ka kufizim të drejtës për votim, ka në këto parti të cilat pra insistojnë që të votohet kundër apo të mos merret fare pjesë në votim. Ndërkaq situatat e tjera besoj që tashmë edhe janë më se të qarta sepse I kemi përsëritur disa herë. Ajo çfarë po kërkon opozita me këtë insistimin që ne duhet t'i sigurojmë vetë votat, pra si parti fituese, e jo kjo të jetë obligim I gjithë deputetëve të kuvendit, kjo na rezulton në situatën ku ata parimisht pra po kërkojnë që ne pastaj të mos u votojmë kandidatët e tyre për nën kryetar.
Do të thonë rezultati do të jetë ky, që momentin që ne krijojmë votat për të votuar kandidatin për kryetar, rezulton që për nën kryetarët e tyre pastaj s'do të kemi votat, sepse edhe ne do të kemi kërkesa dhe paknatësi në lidhje me emrat e përveçëm të kandidatëve. Ajo çfarë ne kemi kërkuar dhe çfarë ne kemi ofruar si kompromis është një dakordim politik, një konsensus politik që të tri partitë më të mëdha, pra të cilave u takon të propozojnë kandidatët për nën kryetar, përveç përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë në kuvend, të tri partitë e mëdha pra të mblidhen, të dakordohen në paket emri i kryetarit, pra kandidatës Albulena Agjiu për kryetare të kuvendit, si dhe 3 emrat e nën kryetarëve në mënyrë që të vazhdohet tutje dhe të kemi dakordim për t'i votu. Për ndryshe, nëse insistohet në këtë situatë nga opozita, është paradoks dhe është situatë nga e cila nuk mund të dalë kuvendi. Pra është blokad e cila mund të shkojë në pafundësi dhe rezultati tjetër, pra skenari i fundit, është zgjedhjet e reja, një proces rilegjitimimi për cilin, siç e kemi thënë më herët, ne nuk jemi të interesuar. Por nëse duhet patjetër të shkojmë aty dhe nëse ai mbetet opsioni i fundit, ne jemi të gatshëm, por nuk jemi të interesuar të shkojmë aty. Ne insistojmë, vazhdojmë të insistojmë që ti jepet një zgjidhje kësaj bllokade që po shkaktohet nga partitë opozitare, të votohet kryetari i kuvendit, kryetaria e kuvendit në këtë rast, dhe pastaj të vazhdojmë tutje me nën kryetarët në mënyrë që të konstituohet kuvendi. Faleminderit. Demokratike të Kosovës shpreh keqardhje qytetarëve të Republikës së Kosovës që kuvendi me insistimin për kandidaturën e një anshme është qëndruar tani në një cirk. Është hera e 6 që zonja Agjiu mori kësaj radhe vetëm 54 vota dhe ata insistojnë në këtë kandidaturë duke u mbledhur çdo 48 orë. Lidhja Demokratike e Kosovës është për një zgjedhje, për të gjetur një zgjedhje kushtetuese e cila respekton Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe rezultatin e dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Ne njohim të drejten e të parit për të propozuar, mirë po kjo nuk do të thotë që ne e bartim votën tonë tek një subjekt tjetër duke votuar sipas kërkesave të tyre. Pengmarrja e institucioneve nga ana e lëvizjes vetëvendosje është duke u kushtuar qytetarëve të Republikës së Kosovës, ata po përballen me probleme të ndryshme dhe askush ato nuk po i adreson. Andaj përgjegjësia duhet të kërkohet pikërisht prej tyre. Edhe njëherë po e them që na vjen keq që ne në bazë të rezultatit, natyrisht edhe vullnetit ton, jemi pjesë e kuvendit të Republikës së Kosovës, mirë po pa dashje jemi pjesë e këtij teatri i cili tashme po besoj që është bërë mjaft për secilin qytetar të Republikës së Kosovës. A ka pyetje? Faleminderit shumë.